humbi jetën pasi u rrëzua te shkëmbinj pranë Urës së Vashës. Ky është 33 vjeçari Erkin Lika, antar i grupit të kërkim shpëtimit shqiptar. Personi në foto është Erkin Lika, antar i grupit të kërkim shpëtimit shqiptar, që humbi jetën tragjikisht pasi u rrëzua nga shkëmbinj pranë Urës së Vashës. Erkin Lika ishte pjesëtar shumë i njohur i grupeve të kërkim shpëtimit, i cili shquhej për angazhimin e tij në operacione për shpëtimin e personave të përfshirë në aksidente, ndërsa alpinizmi ishte pasioni i tij më i madh. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ndodhi teksa ai ndodhej në zonë së bashku me grupin, ku dyshohet se ka rëshqitur nga shkëmbinjt në momentin që po fotografonte pjesëtarët e ekipit duke rënë në humner. Në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e kërkim shpëtimit, ndërsa për nxjerrjen e trupit u kërkua ndihmë dhe u bashkuan edhe ekipe të specializuara, duke qenë se terreni paraqitej te jetë i vështirë.